وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. El-Asma'i ishte një prej dietarëve të hershëm i gjuhës arabe, po gjithashtu edhe i Kur'anit. Një ditë del nga xhamia dhe kur po dilte nga xhamia e takon një person, një arabi që vinte nga zonat e thella, nuk ishte, ato njiheshin për kulturën e pakët dhe leximin e pakët. Dhe i thot, kush je ti? Thot, unë thot jam një njeri, thot robi Allahut. Nga je? Thot jam nga Asma, nga fshati Asma ose nga krajina Asma. Thot ati thot je ai personi thot që ka këtë emër, domethënë El-Asma'i. Po thot unë jam. Po nga po del? Thot po dal nga një vend thot ku lexohet fjala e Allahut. Oh, thot subhanallah. Pse thot a ka fjalë thot Allahu xhaleshanu? Am lexon thot diçka thot nga fjala e Allahu xhaleshanu? Po thot patjetër dhe fillon ti lexoj وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. Filloi surën Dhariyat me I lexu. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. Dhe vazhdoi të lexoj surën Dhariyat, ku Allahu xhaleshanu thot, betohem thot në erat e fuqishme që dheun edhe plurin e ngrejnë dhe e transportojnë. Betohem thot Allahu xhaleshanu gjithashtu në ret e mëdha që mbajnë tonelatat e shiut. Betohem thot Allahu xhaleshanu në anijet që aq lehtë mbi det lundrojnë. Betohem thot Allahu xhaleshanu në engjëjt cilët shpërndajnë rrezikun edhe furnizimin e Allahut. Me të vërtet, ajo që ju premtohet juve është e saktë dhe është realitet. Dhe se shpërblimi do të bëhet realitet për gjithë secilin prej jush. E pastaj thot Allahu xhaleshanu, të vazhdoi derisa thot Allahu xhaleshanu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. I thot mjaft thot Allahu xhaleshanu, në qiell thot është rreziku i gjithë secilit për ju, dhe ajo që ju premtohet thot mjafton thot. Dhe filloi ta përsërisi me veten e tij wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Pastaj zbriti nga deveja që ishte ngjitur, e uli deven, e bëri gati, edhe e bëri kurban deven, e ndau mishin, e bëri sadaka për të varfrit dhe thoshte wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është rreziku i gjithë secilit prej jush dhe ajo që ju premtohet dhe u largu. Subhanallahil azim. Mbas disa vitesh thot, isha duke kry haxhin, më flet dikush një zë I njohur nga pas dhe mendova ku e kam dëgju këtë zë. Kur e shoh ishte personi që e kisha taku duke dalë nga xhamia. Dhe më thot, wallahi thot laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqa. E kam vërtetu thot dhe e kam gjet atë që më ka premtuar Allahu xhaleshanu, Zoti ma ka hap mirësinë thot. Ju mbështet Allahu xhaleshanu. Thot am lexo thot edhe pak thot nga libri I Allahut, nga fjala e Allahut. Dhe fillon prap t'i lexoj surën Dhariyat, nga fillimi derisa arriti tek një ajet tjetër më pas. Thot Allahu xhaleshanu fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Betohem Zotin e qiellit dhe tokës, është realitet ajo që premton Allahu xhaleshanu, siç po e flisni, siç po e shqiptoni edhe po e thoni juve me gojë, ashtu do të jetë realitet, siç po e përmendni juve. Thot ky arabi, ky njeriu I thjeshtë, s'kishte lexu libra, as nuk ishte pas as internetin, as smartphone, as I gjë, nuk ishte pa botën e teknologjisë. Thot pasha Zotin thot, e kanë zemru edhe e kanë hidhru Allahun xhaleshanu duke mos e besu atë që premton Zoti, që e detyrun me u betu. E detyrun Allahun xhaleshanu me u betu pasha Zotin e qiellit dhe tokës, betohet për vetën e vet.